është zhvilluar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sali Berisha u shpreh se analiza e bërë në kuvend në seancën e së hënës për sistemin e drejtësisë është një ngjarje e rëndësishme, ku sipas tij u tha në sy të shqiptarëve detaje që tregojnë se reforma në drejtësi ka dështuar, duke futur në kolaps të gjithë sistemin. Banat të padiskutueshme faktojnë dështimin e plot, kolapsin e plot të atij sistemi që u krijua mbi bazën e reformës George Sorosit në këtë vend. Ata të cilët e mbështeten këtë reformë përpiqen tani me shpifje, me mashtrime dhe me forma të ndryshme të mbulojnë dështimin e tmerrshëm, të mbulojnë faktin se ka një vend në planet dhe jo në Mars, në të cilin zbardhja e vendimit të gjykatës kërkon 1200 ditë. Ka një vend dhe këtë standard e solli reforma e George Sorosit, e bazuar në një korrupsion të paparë. Unë i përgëzoj kryetarët e institucioneve të drejtësisë që paten kurajon të thonë shqiptarëve të vërtetën. Paten kurajon që para jush në parlament të pohojnë se shqiptarët tani presin 16 vite për një proces. Berisha akuzoi SPAK-un se bën pazare me dosjet e korrupsionit dhe se dënimet janë 3 fish më pak se në vitet 2008-2009. Ai thekson se atëherë u dënuan 630 zyrtar fal task forces, ndërsa sipas tij sot sistemi është i kapur.